Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Me lejnë Allahu azza wa jall, temën për të cilën do të flas sonte ka të bëjë me një problem, me një dukuri e cila është tepër e përhapur në mesin ton. Shpeshherë qoftë trit apo tret apo qofshin edhe më të vjetrit, ankohen se kanë probleme me vezvese. Edhe këto probleme nuk janë probleme të vogla, janë probleme që shpeshherë pyesin edhe interesojnë edhe kanë probleme. Normalisht që ky problem nuk është i ri, është problem i vjetër, edhe është problem i rënd, sidomos te ata persona të cilët kanë vezvese edhe randi kanë të i luftojnë ato vezvese. Ka prej tyre që me orë qëndrojnë për banjo, pastruhen 5 herë, 10 herë, derisa prej tyre ka dhe që lëkura e tyre u është ndryshu, shkaku i largjes, shumë ose shpesht, që e bëjnë. Ka prej tyre që shpesherë hinë namaz e lojnë namazin. E praktisë namazin, del prej namazit, pastaj kthehet prap, thot kam vezvese, nuk e di a është problemi të niyeti jam, thot nuk e di a e kam bën niyetin tamam apo nuk e kam bën niyetin tamam. Ka prej tyre që kanë probleme me çështjen e besimit, lloj-lloj dyshimi, lloj-lloj bindje, lloj-lloj vezvese, frigohet, e shef që ka problem sën fle, ankohet, bjen pesh, nuk ha, nuk pi për shkak se për të është rrezik shumë i madh me pas vezvese në besim, edhe me dyshu, edhe me u friksu se ndoshta del prej fesë Allahut azza wa jall. Normalisht që këto vezvese nuk janë të lehta, janë vezvese të rënda për shkak se e dëmtojnë edhe dunjon edhe ahiretin, po e dëmtojnë edhe rrethin ku jeton normalisht. E prandaj me lenin Allahut azza wa jall vendosa që sonte të flas diçka për vezveset, dhe ajo që do ta trajtoj janë disa porosi për ata persona të cilët kanë vezvese. Ligjëratën do ta ndajnë 4 pika, 4 pika kryesore të cilat do t'i trajtojmë njërin pas tjetrës me lenin Allahut azza wa jall. Pika e parë ka të bëjë me shkaqet e vezveseve, se pse vjen deri te vezvesja. Pika e dytë ka të bëjë me llojin e vezveseve, do thot ka më shumë se një lloj, nuk është vetëm se një lloj. Pika e tretë është dëmi i vezveseve dhe pasojat që japin vezveset, dhe pika e katërt ka të bëjë me ilaçin ose me shërimin e vezveseve me lenin Allahut azza wa jall. Para asaj a do të ndresh inshallah? A është mirë? Tamam. Para asaj, duhet ta kuptojmë që është një lloj lufte që bëhet mes dy fuqive. Njëra fuqi është fuqia njerëzore dhe tjetra fuqi është fuqia gjallëzore ose fuqia e shejtanit. Kjo luftë nuk është luftë e lehtë, është luftë e rëndë. Dhe fushbeteja ku ndodh kjo luftë është zemra e njeriut. Zemra e njeriut për shkak se është epicendra e fuqisë. Prandaj nëse prishet zemra, prishet i tërë trupi. Nëse përmirësohet zemra, përmirësohet i tërë trupi. Ashtu siç ka përmendur pamëse se hadithën e Numan ibn Bashirit. Prej te zemra pastaj zgjerohet ajo betejë, del jashtë zemrës gjymtyr edhe vazhdon të thot për te. Nëse shejtani arrin me dominu në zemër, atëherë i vendos ushtarët e vet, edhe ata e formojnë si një lloj rrethi, si një lloj kaloje ku e mira shumë është problem për me depërtu deri aty. Po edhe nëse depërton nuk ka mundësi për me qëndru gjatë. Për shkak se atë rrethakojnë shejtan dhe rrethakon do thotë ai fuqia e cila është fuqia gjallëzore. Nëse dominon e mira, atëherë do të dominoje mirësia në te, edhe do të formojë një lloj kalaje e cila nuk ka mundësi që ta lërë dikë që është i dëmshëm për atë zemër. Mundohet shejtani që të depërtojë mirë, po megjithatë nuk e lën. Ushtarët e asaj të mirë nuk e lën. Në këtë formë funksionon njeriu. Varet tash cila fuqi do thotë e mund. Problemi te njerëzit është se janë kurreshtar. Edhe zakonisht nuk miren me çështje të cilat janë të rëndësishme për te dhe janë prioritet për jetën e tij. Po zakonisht i kanë prioritet gjërat e imta të cilat nuk kanë ndonjë lloj
peshe ose vlere për jetën e tij. Andaj nëse e merri shikon Kur'anin. E gjen që në Kur'an shpeshherë Allahu Azza nuk ka përmend shumë gjëra të cilat neve zakonisht na interesojnë. Allahu nuk i ka përmend për shkak se nuk kanë vlerë, nuk kanë peshë ato. Sikur të kishin peshë, Allahu do t'i përmendte. Shembull, një prej atyre pyetjeve të cilat zakonisht njerëzve ju intereson, sa shejtan janë, a është vetëm se një apo ka më shumë? Iblisi është gjin apo është melek? Edhe pse disa prej pyetjeve janë normale, njeriu duhet me ditë armikun e vet. Për shkak se Iblisi është armik, dhe Allahu subhanahu na ka urdhëruar që ne ta marrim si armik. Dikush thot, po Iblisi është i martuar apo nuk është i martuar? A është beqar apo ka gru? Sa fëmijë ka? Si duket? Pamja, gjendja, ngjyra, e ku diun çka, këto gjëra si ka përmend Allahu subhanahu. Edhe shumë prej tyre nuk janë përmendur në sunetin e pejgamberit sa. Pse? Për shkak se nuk janë shumë të rëndësishme. Ajo që është e rëndësishme është që ti e ke një armik prej momentit që lind deri në momentin që ndron jetë. Dhe ky armik të shoqëron deri në momentin e vdekjes. Dhe ky armik është armik i rrezikshëm i cili e njeh krijesën njeri shumë mirë. E njeh aq mirë derisa ja di çdo detaj, edhe e di se ku duhet për me prek që ta largohet, ta devijojë nga rruga e Allahut azza wa jall. Kjo i ngjason ose ky person i cili merret me detaje, me ose nuk merret me çështje prioritete ose me çështje do përgjithshme, i përngjason një personit i cili e ka petkun e tij të veshur edhe hyn taj gjarpri, edhe shkon gjarpri na për trup lëviz e kafshon, atij nuk i intereson në helmi që ja ka vendos gjarpri, po atij i intereson se çfarë ngjyre ka gjarpri, sa është i gjatë gjarpri, si duket gjarpri, a helmi vetë si ka depërtuar në trupin e tij. E kështu është edhe çështja e shejtanit. Neve ajo që duhet me na interesu është se metodat, format si përdor shejtani që të depërtojë deri te njeriu. Se këto janë ato problematika kryesore, të cilat zakonisht njeriu neglizhon, mirë po më vonë i kushtojnë atij shumë. E pyetën imamin al-A'mash, e pyeti një njeri, i tha Iblisi është i martuar. A ka gru? E i tha ky imam i madh, i tha nuk kam qenë me bën një qa. S'kam shku, s'kam prezentu me bën një qa, s'me pas bën një qa të kallëzojshna. Do të thonë që çështja këtij imami nuk ka qenë kjo përgjigje me një aspekt të shaka, mirë po ka dosh ta edukoje, ti tregoja atij se çështja e Iblisit nuk është thjesht lojë, nuk është i martuar apo nuk është i martuar, se kjo fundit nuk ka shumë rëndësi. Ajo që ka shumë rëndësi është forma, mënyra se si ai e ngasmon birin Ademit. Kalojmë tash te pika e parë. Pse vijnë vezveset? Shkaqet e vezveseve. Dietarët, të cilët janë marrë me çështjen e vezveseve dhe çështjen e metodave të shejtanit që mundohet dominojë deri te njeriu, se të arrijë deri te njeriu, kanë arrit në fund një lloj konkludimi se janë dy shkaqe kryesore që Iblisi i përdor për me depërtuar deri te njeriu. Edhe më sot do t'i përmend edhe 3 qera me len Allahut azza wa jall. E para është një lloj dobësie natyrën mendore që e ka njeriu. Iblisi e shfrytëzon në maksimum dobësinë që e ka njeriu mendjen e tij, edhe arrin deri te mendja e tij dhe luan me të në forma ndryshme. Kjo është e para. E dyta, mosnjohja e drejtë e fesë Allahut azza wa jall. Kur robi nuk i njeh rregullat, nuk i njeh dispozitat, shejtani e ka shumë ma lehtë manipulojë me të, edhe ta mashtroje në lloj forme. Për shkak se ai nuk i njeh rregullat. Edhe prandaj edhe mundohet në vazhdimsi ta binde me forma ndryshme duke ja zbukuruar ato, edhe në fund të arrijë qëllimin e tij që ta largojë nga feja e Allahut azza wa jall. Kjo është sanimi. Si shkak i parë me len Allahu xhel, si shkak i parë, atë që e përmenda do thot, dobësia natyrën mendore të njeriut, e përmendin dietarët një rast e Ebul Wafa ibn Aqil, një prej dietarëve të mëdhenj me dhëbet Hanbeli. Thonë që erdhi një njeri taj dhe i tha ti o imam, e kam problem çështjen e vezveseve. Hy mula, lana 1 herë, 2 herë, 3 herë, dal nuk e di a kam avdes. Tash njeriu 3 herë mula, 4 herë mula, edhe mos me dit a është pastru pi gjuhën e bllokit, ose a është i pastër, ose a ka avdes, do thot ai ka problem definitiv. Edhe çfarë i tha ky imam? Ky imam i tha atij, tha shko për shkak se ti nuk je obliguar me fal namazin. Ata që ishin pranishëm atij i thonë, pse i thave ashtu?
Që si ka mundësi me ra përgjithësia e namazit, për shkak se përgjithësia e namazit nuk bie, veç nëse personi është fëmijë, e si nuk e ka rrit moshën madhore, edhe gruaja e cila ka menstruacione edhe lehonja. E i tha, po ky është i çmendur. I çmenduri nuk fal namaz. Për shkak se pejgamberi ka thonë që kalemi lapsi është ngrit prej 3 personave. Ati që flet derisa zgjohet, i çmenduri derisa të kthjellat edhe fëmia derisa të rritet. E ky është i çmendur. Prandaj edhe çka ka me fol ky namaz. Normalisht që kjo fetva e tij nuk është tamam si duhet, për shkak se mi thon dikujt me lën namazin nuk është e drejtë. Ai duhet me fal namazin. Ta situatat nuk e di si kanë qenë, edhe ulemat thonë rrethonat kanë qenë ndryshme, mirë, po megjithatë ajo që këtu është me rëndësi, është çështja e formës mendimit të tij. Do thotë që mendja e tij ka dobësi. Edhe iblisi arrin që në këtë formë njeriu ta binde që sado që lahet dhe sado që pasrohet ende ka nevojë për të pasruar. E ti paramendoj tash ti me hym ula 1 orë, 2 orë, 3 orë, 4 orë, edhe në fund mos më bind që ti e i lam, do thotë i dush patjetër me pas dhe një problem i cili është problem shumë serioz. A fatkeqësisht ne kemi shumë raste të tilla. Njerëzit nuk i tregojnë, i mshefin. Për shkak se është e rënd, nuk do për meditën. Ama megjithatë pyetjet të cilat na vijnë një numër i madh i pyetjeve, pikërisht janë pyetje të tilla me vezvese. Thotë hy lana 2 herë, 3 herë nuk e di a kam avdes ose a jam i pasuar prej gustit. E ky person ka problem. E ky person duhet me trajtu problemin e tij me qëllim që ta largojë, do thotë ta largojë këtë problem. Unë e thash kur personi ka problem, natyrën e mendjes së tij ose natyrën mendore, ai si mendon ose në karakterin e tij, atëherë shejtani mundohet që ndikojë forma ndryshme me qëllim që të vërtetën t'ia bëjë sikurse pa vërtet. Edhe të pavërtetën t'ia bëjë sikurse të vërtet. Prandaj është një prej qërave kryesore që shejtani e përdor si pikë. E dyta, ajo që e përmenda, është ignoranca ose padia rreth rregullave dispozitave të fesë Allahu xhel. Shikoni, askush prej neve nuk kërkon me pas dituri shumë. Ajo që kërkohet prej neve është mi ditë rregullat bazë të fesë Allahut azza xhel. Me qëllim që me ditë se si me adhuru Allahun azza xhel. Ne e adhurojmë Allahun me dije. Pa dije nuk e adhurojmë. Për shkak se Allahu nuk adhurohet pa dije, Allahu adhurohet me dije. Edhe neve na duhen mi ditë rregullat dispozitat e fesë Allahu xhel, me qëllim me ditë se si adhurojmë Allahun azza xhel. Kur e di njëri një rregull ose di dispozitat ose ka lidhje me çështjen e besimit edhe i di, atëherë shejtani e ka shumë maran për me deportu deri taj. Për shkak se kur deporton nëpërmjet një rrugë, ti e mbyll atë rrugë me dijen tënde sheki. Ama kur nuk e di, atëherë shumë lehtë e ka shejtani për me të mashtruar. Shembull, mundesh me marr namaz, ke marrë avdes, hyn, fillon me nijet, edhe nuk di pastaj dyshon, a e ki bën niyetin as e ki bën. Muslimani si musliman e di se esenca baza është jekini, baza është bindja. Ti e di që kur ke hyrën, zemra jote e ka pas niyetin për namaz, nuk ka pas një nijet tjetër. Ama shejtani atë shumë bën vezvese, derisa të shtyp për me dyshuar dhe funele namazin edhe del. Ka për atyre që vinë, fillojnë për me u fal. Pi marr si shembull më praktik, për shkak se ka shumë shembuj. Hyn namaz, duket sikurse e ke prish abdesin. A realisht për me u prish abdesi, o duhet me nohat o duhet me dëgjuza. Ama iblisi shejtani ka mundësi për me ardh edhe me të bind ose me ta bot sikurse tu ka prish abdesi, po. E ban. E tash njeriu kur e di vetveten e tij dhe i di këto vezvese, atëherë nuk del prej namazit. Qëndron. Ai i cili është më i dopt, edhe nuk i njeh mirë rregullat e lë namazin edhe shkon apet merr edhe kur shkon e shef që do se ka prish abdesin e tij. Edhe ka shumë raste të tjera, po në përgjithësi ajo që duhet me ditë muslimani është se rregullat e fesë nuk janë thjesht rregulla veç ashtu thjesht sa për mi zbatuar në përditshmëri, po janë rregulla të cilat ka në to shumë urtësi. Shkaki i tretë, sepse vijnë vezveset, është ose janë problemet me organizmin e njerëzit. Edhe karakteri i dopt. Ka mundësi nga njerë organizmi vetë shkaktoi probleme dhe qape vezvese. Do thot, problemi i organizmit është i tillë se organizmi normalisht krijimtaria e Allahut azza wa xal. Nga njerë ndikojnë disa probleme në trupin e njeriut që e nxisin trurin që të reflektojë me iluzione edhe të shkaktojë atij vezvese të ndryshme. E këto vezvese natyrën e kanë prej problemeve që i ka njeri në trupin e tij. Andaj ka nevojë për me trajtu me mjek ose ka nevojë me mjeksi. Po një prej atyre që përmendin Ibnul Qayyim rahimullah,
e përmend Zadul Mead te vëllimi ku fol për mjekësinë e PMS-sëm, e përmend edhe thot çështjen e martesës. Thot persona të cilët largohen dhe distancohen nga martesa, ata persona zakonisht kanë probleme me vezvese dhe kanë probleme me marrëzi. Këta persona zakonisht sprovojnë. Edhe kur nuk martohet normalisht, ti me marr tash trupin mos me leju për me funksionu ashtu si Allah Azza wa Jalla ka krijuar, atëra është problem, edhe pas një arsye. E në këtë, thotim Ibnul Qayyimi, mos martesa edhe largimi nga kontakti i burrit me gruan e tij çon deri në vezvese, edhe po ashtu çon deri në marrëzira që ma vonë normalisht njeriu shfaqen, e sidomos kohën e pleqërisë ku njeriu veç fillon që të plaket moshote, trupi i tij është më i dopt dhe normalisht edhe fuqia e tij më e dopt, edhe ato shfaqen edhe më lehtë. Po ashtu, prej shkaqeve është karakteri i dopt i njeriu në aspektin shpirtëror, edhe po ashtu ambicet e tij dopta. Kur njeriu është i dopt, shpirtërisht, është i lik, ambicet e tij janë tulta, janë dopta. Shejtani e shfrytëzon këtë hapësirë, këtë derë që të depërtojë deri taj, edhe të fuse vezvese ndryshme në mendjen e tij. Andaj ishe persona të cilët kanë probleme në karakter dhe janë të ligë në karakter, e shef që vuajnë kanë probleme me shumë vezvese. Se personi i cili është më i fortë shpirtërisht, edhe ka karakter më të fortë, ai nuk ka probleme të tilla. Ka që një person i cili është më i dopt, e shef e ngjen që dallohet ai më një herë, edhe e shef që vezveset e ai dominojnë dhe ka probleme me vezvese ndryshme të cilat i shkaktojnë probleme në përditshmëri. Dhe e pesta prej shkaqeve, shkurtimisht, është natyra e periudhës. Natyra e periudhës nënkupton natyra e periudhës që njeriu e kalon. Një prej periudhave është periudha e adoleshencës, ku i riu dhe e reja zakonisht kanë probleme me vezvese. Zakonisht periudha e pubertetit dhe periudha e adoleshencës, kur fëmia kalon prej gjendjes që ka qenë fëmijë në moshë madhore, atëre fillojnë edhe vezveset të vinë atij në veçanti rreth besimit në Allahun Azza wa Jall. E keni pa shpesh fëmijët, të cilët hyjnë në pubertet, fillojnë për me anku, edhe thonë që kemi problem, na vjen diçka na thot pse po beson, apo i beson Allahut, cili Zot i beson, po ku është Allahu? E fëmia si fëmijë normalisht 3-14 vjeçar, ka hyrë në pubertet, ka filluar tash i ngjen ato përgjegjësi që i ka fetare dhe fal namaz, fillon për mu friksu. Edhe ka prej fëmijëve që i tregojnë prindërve, edhe kërkojnë ndihmë, ka prej fëmijëve që e mbojnë vete. Ai që e mbon vete për të është lodhje, raskapicën shpirtin e tij. Mirë, po megjithatë ai si fëmijë mbon ato vezvese. E ato vezvese ma vonë e lodhin, e dëmtojnë, po edhe ma vonë i shkaktojnë atij probleme ku ndoshta është shkak i shumë problematikave që do të vinë ma vonë të ai në jetën e tij fetare. Ai i cili e ka një udhëzues të mirë, që e mëson edhe edukon, ai person me lejnë Allahut Azza wa Jall, drejtohet. Personi i cili nuk ka kush e udhëzon dhe kush e mëson, atëherë do të ketë probleme dhe problemet shifen më vonë. Ne zatën mi marr me i pyet plot për xhamatlive, shumica atyre kanë për me thonë që problemet e mia kanë fillu prej moshës kur kam hyrë pubertet. Prej atëri kanë ato vezvese edhe i mbojnë ato vezvese me vetë. Andaj me fëmin është mirë me kontaktu, me bisedu, edhe me pyet se a ka problem apo nuk ka problem rreth këtyre pyetjeve pa marrë, edhe nuk ka nevojë për me pasën asnjë problem, asnjë pengesë kontaktin mes tyre. Kjo ishte pika e parë. Pika e dytë është llojet e vezveseve. Normalisht llojet e vezveseve nuk janë pak, janë shumë. Ashtu siç e përmendi edhe Ebul Wafa el Aqil, i cili tha që vezveset janë një prej llojeve të çmendurisë ose të marrëzirës. Arabët e kanë një shprehje ku thonë marrëzira është e lloj-llojshme. Do thotë ka më shumë se një lloj marrëzire, nuk është vetëm se një. Ne zakonisht kur themi për dikant i cili është i çmendur, veç një person i cili ka dalë jashtë kontrollit. Realisht marrëzira shumë lloj-lloj. Kryesore, një prej llojeve, dhe ky është lloji më i rrezikshëm i vezveseve, është vezveset që kanë të bëjnë me imanin, me besimin në Allahun Azza wa Jall. Ky lloj vezveseve është lloji më i rëndë, për shkak se ka të bëjë me besimin që është më i shtrenjtë te njeriu. Vezveset janë tilla që e lëndojnë njeriu, edhe njeriu mendon që ato janë realitet. Ai shef trunin e tij, mendjen e tij, percepton ato sikurse me qenë realitet. Ai mendjen e tij mendon
që ai po i përjeton dhe ai vet po i flet ato dhe ai vet po i vepron ato. A moralisht nuk është ashtu. Vjen shejtani ta sjell një lloj bindje, një lloj mendimi në kryen tënde se ti je të fol keq për Allahun, ose ja fillon me dyshu se ku është Allahu dhe fillon me dyshun se si duket Allahu dhe fillon për me fol diçka që ka të bëjë rreth bindjeve, rreth besimit, rreth emrave të Allahut, rreth cilësive të Allahut azza wa xal, edhe çka bën fund fillon për me u mbyll. Mbyllesh në vete derisa dikur njeriu bie në depresion edhe dobësohet, nuk ha, nuk pi, nuk flet gjumë, për shkak se ato vezvese e lodhin. Po dhe më e keq e më e rënda është kur shejtani shkon më vonë, pasi që e dobëson njëri mirë, edhe i fut lloj dyshimi, i thot atij mirë, tash ti ke fillu me mendu keq për Allahun. Tash ti ke fillu për me dal jashta, ke me dal prej fesë Allahu xhel. Kjo është ai kulmi që e ngjen muslimani që është më e rënda, më e vështira. Që me thonë ti ke dal prej fesë Allahut, është shumë e rëndë. Edhe ta çka më bë, ai më dëshpërohet. Edhe e ledinin, ka prej tyre që e kanë praktikë fen. Nuk mundet më. Për shkak se vezvese pas vezvese dikur dobësohet. E kur e prek të imanit e besimi, atëre e ka prek të e shenjta, ajo që është më e shenjta për te. E problemi ku qëndron? Problemi qëndron se ai nuk ka pas mekanizma si mi largu ato vezvese. Se njeri kur e di se si duhet për mi largu ato vezvese, edhe kërkon mbrojtje prej Allahut azza wa xal, atëre e di se si duhet mi trajtu ato. Ama momentin që ato të vinë dhe ti dëshpërohesh edhe dështon, atëre dihet që pas asaj do të vinë edhe më e keqja, edhe më e rënda. Prandaj nëse vinë vezvese të tilla në përmendjen e njeriu, duhet me ditën se si mi trajtu ato, edhe si mi largu ato, për shkak se janë çështje të cilat e prekin zemrën, po dhe normalisht ka mundësi që njeriu me nxjerrë prej fesë Allahut azza wa xal, Allahu na rujt. Prej vezveseve, llojit vezveseve, është vezveset në jetë. Vezveset në jetë janë ato vezvese të cilat njeriu e çojnë për me dyshu çdo herë në jetën e tij. Vjen namaz, po e marr si shembull pasi që jemi në xhami, vjen namaz, hyn namaz, fillon me dyshutje në jetë. Shkon me marr abdes, fillon me dyshutje në jetë. Sa e kryen abdesin, apet kthesh me marr abdes. Sa vjen për me hyn namaz, apet hyn namaz. Problemi ku qëndron? Një problem tjetër, shtesë, siç e përmendin dietarët. Problemi është ata persona që e shqiptojnë jetën me gjuhë. Normalisht, përmes se nuk dihet që ka shqiptuar në jetë ndonjëherë kur ka hyn namaz me gjuhë. Nuk ka argument, edhe pse disa pretendojnë. Mirë, po argument nuk ka argument sakt. Te na normalisht e keni po kur e bëjnë niyetin, thonë ose për imam ose për xhamat, thotë e bona niyetin me fal namazin e drekës, ju lidha imamit tabi, u ktheva ka kibla dhe shtrënguat apo Allahu Akbar. Mirë. Personat të cilët kanë vezvese. Shpeshherë ndodh që vezvesja me i çumi i përsërit fjalë shpeshherë. E keni po doni person kur falesh afër, edhe të pengon që është më e keqja. Kur vjen edhe ai tash fillon për me përsërit, apo e bona niyet për me fal namazin e drekës, ju lidha imamit, u ktheva ka kibla, edhe shtrëngohet Allahu Akbar, vërtet çat shumë, derisa njeriu nuk e di a është imami të thon apo xhamati. Sikur se ndodhi gjapo para disa ditëve, janë konë të falën, imami konë sejdë, ka ardhur dikush a lidh ka bërtit në tekbirin fillestar, Allahu Akbar më shumë, xhamati kanë kujtuar se imami edhe janë çupi sejdës. Edhe kur janë çu imami sejdë alo. Edhe problem të na shka me bon. A me përsërit namazin, mos e përsërit namazin. E pse personat e tillë bëjnë për shkak vezveseve që i kanë. Ai ka problem me veten e vet. Edhe kur ka problem me veten e tij, atëherë nuk di, patjetër duhet më u bind me dëgju veten e tij se ato i thon ato fjalë për me namaz, për ndryshë nuk e. A realisht është shumë e thjeshtë. Ti vesh kur ke ardhur këtu, ti vesh e ke bën jetën për më fal. U kry, ti kur çohesh për më fal ti e di. Edhe e di për cilin namaz, e di për çdo sen e di. Se për shkak se vendi i netit është zemra. Nuk ka nevojë do të që shqiptohet me gjuhë. Kjo është një prej problemeve do thotë që zakonisht e hasim na për xhami, ama e gjen shpeshherë domethënë te personat të cilët kanë vezvese, zakonisht e kanë shumë trondë, e kanë shumë vështirë. Edhe është për me thot keq. Vallahi shumë gjën gjeron, nuk e di, ndoshta aju ka rasti me po. Vesh mi dëgju persona që kanë probleme të tilla, vallahi është për më të dhimbt. Për shkak se është shumë ran 3 orë, 4 orë me në banjo. Edhe ti me mendu se a ki javdes apo nuk ki javdes, edhe sa e lon një dorë, me shku të qetra, prap mu këthi të qetra. Po kjo është tortur, është dhumë si qikja, shumë e randë. E këta persona vujnë, edhe vujqët e tyre i kanë shumë i kanë të randa. Një prej llojeve të vezveseve është vezvesja në pastrim edhe në ujë.
Vezvesja pastërimi dhe ujë, për shkak se këto tema janë shumë gjëra, nuk u du me një shumë fell. Vezvesja në pastërim është qëllimi atë që e përmendin dietarët, veçanërisht te burrat, te çështja e urinës, te urinimi. Shpesh ka prej namazfarzve që ankohen se masi falet shef pika urine, ose masi që merr abdes shef pika urine, masi që ndron abdesin shef pika urine. Tash a janë pika reale apo nuk janë pika reale, këtu është ajo poenta. Disa shpeshherë thonë që nganjëherë po e ngjejmë, po pastaj më vonë e shohim që nuk ka pas asnjë lloj pike. Dikush i duket çdo herë që hyn namaz, momentin që hyn duket që ju ka prish abdesi. Duhet për me shku në banjë. Kur shkon në banjë e shef që nuk ka kur gjë. E këto probleme janë probleme të rënda për shkak se e lodhin personin i cili merr abdes dhe sërish duhet më kthyen për shkak se dyshon. E tash ulemat thonë, nëse personi ka probleme vezvese, ajo që është më e lehta dhe që e ja largon atë shqetësimin e tij, është njeriu shkon e kryen nevojën edhe merr abdes edhe kryej çështjen e tij. Kur e shef që nuk ka më kur gjë, çaq. Mirpo nëse fillon për me dyshu, nganjëherë dyshimet ndikojnë te njeriu që trupi automatikisht vet shkaktojë që organi do thotë çese pika do thotë urinë, edhe me shkaktu problem. Atëherë kalon prej problemi shpirtëror, kalon problem edhe mjekësor. Ose rasti shembull i personave me ujë fillon për me marr abdes, ja nis, a është uji i pastër apo është uji i papastër? Merr abdes? Jo, thotë i papastër. Apet e ndron? Jo, thotë i pastër. Jo, tani thotë i papastër. Shef diçka, jo thotë ka diçka, nuk mujta me këta me marr abdes. Masi merr abdes, hajde apet. Fillon dyshimi, apet shkon merr abdes. Do thotë kështu në vazhdimsi do thotë merr abdes, e lo trupin e tij, e hum xhamatin shpeshherë derisa do të kalon vezvese pas vezvese kalon edhe deri në problem do thotë edhe më të madh. Lloji i katërt i vezveseve është janë vezveset në ibadet. Sigur se namazi. Keni po persona që kanë probleme në namaz, e keni po kur fillojnë disa, nëse ju ka rasti, ndoshta dikush ka problem, nuk e kam me kërkant se nuk e di kush cili shaka, po unë po folim përgjithësi. Fillon personi hyn namaz, sa e hyn namaz, Allahu Akbar, e shef se në lezon elhamin. Ja nis elhamdulillahi rabbil alamin, kthehet. Apet elhamdulillahi rabbil alamin, kthehet. Dyshon, a e kam thonë mirë, se kam thonë mirë. Ar-Rahmanir Rahim, apet kthehet. A e kam thonë mirë, se kam thonë. Ata kur e shef do thotë ka persona 6 orë 3 namaze i fal. 6 orë. 6 orë që ndronë shpi, 3 namaze i fal. Ikindin, akshamin, yatsin, ka rast 6 orë e fal, kthehet e përsërit. E fal, kthehet përsërit. E fal, apet, sot se kam fal tamam. Vjen akshami, hajde edhe njerë, apet kthehet. Hajde yatsia, o insan, e ke fal, jo se kam fal. Jo, problem me familjen. Thot mos më fal, nuk jam musliman. Fillon me qajt, problem. Ai është i sinqert, ama është problemi që vezvesja e sakaton. E do thot këta persona zakonisht kanë probleme shumë. Jo vetëm se të namazi mundet me qenë edhe në haxh, edhe në agjërim, Allahu na rujt, fillon personi hi koha agjërimit, nuk e di a ka është agjërueshëm ajo. Vezvese. E kam prish, e kam bë ta sjell telefonin 20 herë. E kam bëj, njëjtën pyetje ta sjell të lodh, s'di çka më bë. Thot, është problem. Namaz, agjërim. Në haxh, personat, Allahu na rujt, po me shku në haxh atje, haxhi i Iran, ti vesh me shku mos sjell rreth Qabës, me bë tavafin, me bë sajn kohën e haxhit, ti merr 3-4 orë, po para më do ti me dyshu që ai ke bën, se ke bën. Edhe me pas vezvese. Mos e me ripërsërit haxhin. Allahu na rujt, thon është sprov shumë e rëndë. Një prej llojeve të tjera, dhe kjo është lloji i pestë, është janë vezveset të cilat ka të bëjnë me raportet me njerëzit. Normalisht janë disa njerëz të cilët janë të na i thuhet vezvese. Vezvese po e marr një shembull më praktik. Shembull, nxënësi me mësuesin në klas. Thot mësuesi, a ke kuptuar mësimin? Ai thot po. Tamam. Masi thot po, kur shkoi te shtëpia thot pse i thash unë atina që po. Që unë se kam kuptuar mësimin. Tash si mi thon mësuesit që unë se kam kuptuar mësimin. E shka bën tash shtjellot na për shtëpi shkon, fol me shtëpijës, bisedon, ta sjell telefonin, hoxha, unë i kam thonë, se di, unë s'ma merr meja që e kam kuptu, a e ka kuptu mësimin. Po qatë shumë i kanë hi vezvese do thonë trunin e ti, njeri nuk di shka me bo. Ka për atyre shkon blen, masit kthehet, e pagun, normal, masit kthehet, a e kam pagujt ose kam pagujt.
Shkon në njerë dhe pytot, e kam pagujtën, a i thot, po, thot, jo, po më duket se kam pagujtën. Edhe mundohet për me pagujt për shdyti. Që të një shka i pres qasi, a i knaqet. Thot, tamam, nuk i ki pagujt, be mi parët. Apet shkon, apet këthet, edhe njerë, a e kam pagujt, a se kam pagujt, 3-4 herë. E raste do thot shumë qera, raste shumë qera do thot me persona tillë të cilat zakonisht i kanë probleme dhe këto probleme do thot nuk janë të vogla. Unë i përmenda vesh këto shkurtimisht për shkak se normalisht ka shumë për me fol. Cilët janë dëmet, kjo pika e tretë, cilët janë dëmet e atij personi të cilit ka vezvese. Normalisht dëmet janë edhe në fen, edhe në dunjon e tij, po në raport me njerëzit, me krijesat, ka probleme në raportet me ta. Prej problemeve dunjos, personi i cili ka vezvese, ka prej tyre të cilët nuk munden me dalë prej shtëpisë. Së ndel. Smutet. A ka problem? S'ka problem. Kur gjë s'ka. Mirë është. Me shëndet mirë, del për shtëpisë, kthej së ndel. Thot smuj. Tash mirë, kush punon? Kush angazhohet për familjen? Kush punon për ta? Askush. Mbesin në mëshirën e Allahut. S'ka ka raste të tilla që i dimë që duhet më u çon ndihma për shkak se njëri nuk mundet me del për shtëpi. S'del. Kur ka kurrë, ç'nosh e mirë është. Ka problem, ka vezvese. Do si dal, thot o kam me vdek. O kam me ndodh diçka. O kam mos mu. Po tamam be mirë, ti mshet që Allahu dil. Jo thot smuj. S'ka shans. Se ne bind. Edhe detyrohet familja vet, gruaja vet e shkreta me dal me lip ose me dal me punu për shkak se burri që ndron shtëpi dhe nuk del fare. Do thot ai lëndohet në këtë aspekt. Në aspektin e trupit e lëndon trupin e tij, në aspektin e shëndetit. Shëndeti i tij bie për shkak se ka raste ku nuk kanë edhe nuk pinë, edhe shëndeti bie normalisht nuk funksionon. Pa gjumë, si ka mundësi do thot për me jetu. Ashran dëmtohet këtë aspekt, do thot dëmtohet në aspektin material, në aspektin shëndetësor, në aspektin shpirtëror. Gjitha këto prej dëmeve të dunjos, sepse ka shumë, janë dëmet të cilat normalisht që ati i kushtojnë. Prej dëmeve të fesë, edhe dëmet e fesë ta janë shumë, për shkak se ka raste kur njeriu aq shumë e lodhin vezveset, sa që e braktisë edhe ibadetin. Fillon për me urry namazin, për shkak se çdo herë kur një lodhet, s'ka, mos mundet. Abdesin së në merr, se shpirti më 20 orë të la, s'mundet. Fillon Kur'an me lexuan, s'mundet. Atëre fillon për me urry. Kur filloi për me urry, shejtani çon ta në vesh. Edhe i thot ke fillu për me urry namazin, që është shtylla e Islamit. Ke fillu për me urry për me lexu Kur'an. Atëre ke njëri dëshpërohet ke thot tash më thot ti nuk i ke punë mirë me Zotin tan. Muslimani nuk e bën kët. Kështu ja bën shejtani. Muslimani nuk e bën. Edhe ku e çon? E çon deri në fund që ta braktisë fen Allahut azza xal. Ka pas rast i vërtet, e tregoj një dietar, tha njëri tonë dhe më tha, jam shnosh, alhamdulillah. Ka pas vezvese, ka pas probleme, tha jam shnosh. E ka pyet ai hoxha, i ka thonë, çka bone? Tha e lash namazin. E lash namazin u shnosha. S'ka më vezvese, çaq. U kry. Shejtani mo çaq e ka lënë, ka braktis, për shkak se e ka rritur nimin e tij. E do thot, është problem i rënd, nuk është problem, do më thonën, nuk është problem, do thot, i letë. Kurse dëme, do thot, karshi tjerve, në shoqëri, normalisht në shoqëria kur e shohin tillë tallen me të. E përbuzin, e nënçmojnë, e përqeshin, kjo është promenar keq, për shkak se ne kemi vllazni xhamatli që plot kanë për këtyre probleme, edhe kur vinë, edhe kur shohin ata tjerë që po i përqeshin, po i përbuzin, largohen, prekin, edhe kanë drejta mu prek. Për shkak se ata nuk e bëjnë vetë. Ata normalisht kanë problem dhe kanë nevojë dikush për me ndihmu, mi përkra, e jo me përbuz me nënçmu. Normalisht këtë formë prish raportin me njerëzit fillon për metall, po edhe i prish raportin e tij me Zotin e tij për shkak se i braktis ibadetet, dhe ka raste kur dikush i merr si shembull ata, edhe i përqesh edhe musliman. Bie shkak që ai mendojnë njerëzit që gjithë janë çashtu, se dikush ka vezvese s'punon, dikush ka vezvese s'mundet me çu makinë, dikush ka vezvese nuk martohet. Dikush ka vezvese qera, nuk ban ibadet. Edhe këtë mendojnë ishtin me një thes, thojnë këta shka janë fetar, ta kretë janë qashtu, as që punojnë, as që e bëjnë, edhe në fund e merr një pasqyrë përgjithshme, bazohet te një person. Në bazë atij, do thot, i gjikon gjithë ata qerë. Normalisht probleme nuk janë të lehta, edhe këto janë dëmet mëdha, si për ata, sigurisht edhe për musliman. Këto ishin 3 pikat kryesore. Pikën e fundit me lenin Allah do ta lë për legjerat e nashme. I lashi se si te i trajtojmë dhe si duhet që ne të ballafaqohemi me ato vezvese,
E lusë Allah subhanahu që Allah subhanahu ata që kanë vezvese, Allah subhanahu të i ruan nga sherri i shejtanit, të i mëshiron, të i shëron me shërim plot, edhe lusë Allah që mos na sprovoj me sprova të cilat nuk ka mundësi të i bartim, e në veçantë sprova të cilat janë fe, wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.